Lidhje me zhvillimin e samitit NATO-s. Siç e tha sekretari Rute në konferencën për shtyp, që samiti do zhvillohet në Tiranë, është vendosur në Hag, nuk është vendosur në Ankara. Pra ka qenë një gjë e vendosur, ai commitment, pra ai angazhim nga Aleanca u mbajt. Tash në lidhje me angazhimin dhe lidhje me zhvillimin e samiteve, do të kemi parasysh që samitet vendosen nga krerët e shteteve. Organizata është organizuese e punës, por në fakt zhvillimin e samiteve e vendosin krerët e shteteve, ato që kanë drejt vendimarrje brenda Aleancës. Samitet do zhvillohen në Tiranë, a do jetë në vitin 2027, a do jetë në vitin 2028, kjo është gjë që do vendoset nga Aleanca. Në moment që do bëhet e ditur data kur do zhvillohet samiti, aty do fillojnë edhe marrja e masave për angazhimin e tashmë kemi ngritur task force-ën, kemi parë një shembull shumë të mirë të zhvillimit të samitit të Ankaras së fundit, cili ishte samit brillant, dhe do të shikojmë pastaj me momentin e vendosjes së caktimit datës edhe angazhimin e task force-s dhe të gjitha elementeve të qeverisë shqiptare për angazhim për zhvillimin e samitit, duke marrë masa konkrete për sigurinë, për transportin, për lokacionin, për gjitha gjërat që lidhen me zhvillosjen e samitit. E kam thënë dhe them, në samitin e Hagës u vendos që të shpenzoheshin 5%, samitin e Ankaras u diskutu konkretisht sa është masa, sa është arritur masa e zhvillimit të këtij 5%, që ajo që mund ta them është që nga të gjitha shtetet anëtare ka një angazhim për mbajtjen e asaj që është vendosur në samitin e Hagës, dhe samiti që të zhvillohet në Tiranë do jetë samiti ku do diskutohet konkretisht sistemet që janë marrë, vendosja e tyre apo niveli i sigurisë së përgjithshme të Aleancës. Këto janë vendime që merren nga krerët e Aleancës me vendosjen e datës do t'ia bëjmë me dije. Kjo do të sa për këtë dy pyetje. Faleminderit.